Një moment i papritur ka trazuar shtëpinë e Big Brother VIP 5, duke rikthyer edhe një herë Brikenin në qendër të vëmendjes. Një dron është shfaqur mbi ambientet e jashtme të shtëpisë, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e banorëve dhe duke ndezur aludime të reja rreth saj. Sipas asaj që u komentua mes banorëve, droni mbante një mesazh që lidhej drejt për drejt me Brikenin. Edhe pse mesazhi nuk u bëri qartë për publikun në detaje, reagimet brenda shtëpisë treguan se përmbajtja e tij ishte mjaftueshëm e fortë për të krijuar tension. Disa prej banorëve e interpretuan si një sinjal nga jashtë, ndoshta nga një person i afërt me të, ndërsa të tjerë e panë si një përpjekje për të destabilizuar lojën e saj. Brikena u duket surprizuar, por njëkohësisht e përmbajtur. Ajo nuk reagoi me impuls, duke tentuar të ruajë qetësinë dhe të mos japë shumë detaje. Kjo sjellje e saj u analizua menjëherë nga të tjerët, të cilët nisën të pyesin: a ishte ajo në dieni të këtij mesazhi? A konfirmon droni dyshimet për jetën e saj jashtë? Apo është thjesht një provokim për ta nxjerrë nga loja? Pas këtij momenti, atmosfera në shtëpi ndryshoi. Një grup banorësh mendon se droni është një ndërhyrje e padrejtë që synon ta dëmtojë emocionalisht Brikenin. Sipas tyre, çdo informacion nga jashtë mund të ndikojë në gjendjen psikologjike të një banori dhe ta çojë lojën në një drejtim të papritur. Ndërkohë, një grup tjetër e sheh si një të vërtetë që po del në sipërfaqe. Ata argumentojnë se nëse nuk ka asgjë për të fshehur, atëherë nuk ka arsye për shqetësim. Në reality show, çdo detaj merr peshë të madhe. Një dron i vetëm mjaftoi për të rikthyer në tavolinë të gjitha debatet e mëparshme mbi Brikenin, veshjen e saj, deklaratat për traditën, dyshimet për një lidhje jashtë dhe mënyrën se si ajo po e menaxhon imazhin e saj. Ky episod u kthye në një test të fortë emocional për të. Në një ambient ku izolimi është pjesë e formatit, çdo mesazh nga jashtë ka efekt të dyfishtë, mund të jap forcë, mund të krijojë pasiguri. Më shumë se sa përmbajtja konkrete, droni u bë simbol i përplasjes mes jetës private dhe asaj publike. Ai ngriti pyetjen mbi kufijtë e lojës, mbi ndikimin e jashtëm dhe mbi sa e vërtet është narrativa që një banor ndërton brenda shtëpisë. Brikena tashmë përballet me një sfidë të re, të vazhdojë lojën pa u ndikuar nga zërat e jashtëm, apo të sqarojë një herë mirë gjithçka për të shuar dyshimet. Një gjë është e sigurt, droni nuk ishte thjesht një objekt me qiell. Ishte një moment që ndryshoi dinamikën e shtëpisë dhe e bëri lojën edhe më intensive.